Horoskopi ditor e premte, 20 mars 2026. Dashi. Dielli hyn në shenjën tuaj sot, i dashur dash, ku do të kaloj tranzit për muajin e ardhshëm, duke i dhënë jetë personalitetit dhe planeve tuaja personale. Kjo është një kohë e mirë e vitit për të ndjerë se jeni në krye. Njerëzit ju vënë re më shumë se zakonisht. Lini një përshtypje të mirë dhe projektoni veten me besim dhe pozitivitet tani për rezultatet më të mira. Mërkuri kthehet në drejtim të drejt për drejt sot dhe gjatë ditëve dhe javëve në vijim, problemet e komunikimit do të kenë tendencë të zhduken. Informacionet të reja mund të dalin në dritë dhe ju keni një ndjenjë më të fortë se si të merreni me çështjet shqetësuese nga e kaluara. Megjithatë, me ndryshimin që po ndodh sot, mund të ketë disa konfuzione dhe ndoshta frustrim. Shmangni përqendrimin në atë që është thënë ose nuk është thënë sot, ndërsa prisni kohë më të qarta që vijnë. Synoni të mësoni nga frustrimet që shfaqen, pasi do të keni shumë mundësi për të përmirësuar kushtet ndërsa përparoni. Vonesat zhduken dhe fjala vjen. Si dash, ju ndiheni veçanërisht të pakëndshëm me gjendjen e pasigurisë dhe për fat të mirë, kjo po mbaron tani. Demi. Periudha disa javore retrograde e Mërkurit mbaron sot, i dashur Dem, dhe shumë keqkuptime të kohëve të fundit ka të ngjarë të sqarohen në ditët dhe javët në vijim. Megjithatë, vetë ndryshimi fillimisht i zmadhon fushat problematike. Komunikimet mund të mbeten konfuze ndërsa Mërkuri ndryshon drejtim sot dhe ndoshta edhe më shumë. Sidoqoftë, do të shihni përparim me projektet dhe misitë e ngecura së fundmi shumë shpejt. Dielli hyn sot në shtëpinë tuaj të 12 diellore, ku do të kaloj për muajin e ardhshëm dhe është një kohë e vitit për reflektim personal. Ka të ngjarë të shijoni kohë për veten tuaj për të ëndërruar, pushuar dhe shëruar. Është një periudhë pjellore për të eksploruar botën tuaj të brendshme. Një nivel tërheqjeje është i mirë për ju tani, pasi është e rëndësishme të shmangni mbi ngarkesën, por keni kujdes nëse tendencat e arratisjes shkojnë paksa larg. Sot mund të shmangni bisedat e rëndësishme ose temat e ndjeshme vetëm për momentin, pasi keqkuptimet mund të jenë frustruese dhe në disa raste, krejtësisht të panevojshme. Sidoqoftë, prisni më shumë qartësi dhe mirëkuptim me miqt. Binjakët. Mërkuri përfundon periudhën e tij retrograde sot, të dashur binjak, dhe do të filloni të ndjeni mjegullën të zhduket në ditët në vijim, veçanërisht në fushat e punës, karrierës dhe reputacionit. Ndjenjat e fundit të mungesës së drejtimit ose të qenit në errësirë për fushat kryesore të jetës suaj ju kanë lënë në një gjendje pezullie, e cila tani ka të ngjarë të zhduket. Do të bëheni më të qartë në qëllimet tuaja dhe çështjet e karrierës mund të rifillojnë ose të përshpejtohen. Më shumë qartësi është afër kur bëhet fjalë për jetën tuaj shtëpiake. Sot mund të ketë disa konfuzione me planet dhe komunikimet, prandaj jini sa më të qartë të jetë e mundur në të gjitha marrëdhëniet tuaja ose shtyni përkohësisht diskutimet e ndërlikuara. Dielli lëviz në sektorin tuaj të ëndrave, dëshirave, shpresave, idealeve dhe misisë sot, ku do të ndikojë për muajin e ardhshëm. Jeni një lojtar ekipi gjatë këtij cikli për rezultatet më të mira. Gaforia. Dielli lëviz në krye të tabelës suaj diellore sot, i dashur Gafore, ku do të kaloj tranzit për muajin e ardhshëm. Është një cikël i rëndësishëm për njohjen dhe nderimin e qëllimeve dhe ambicieve tuaja. Instinktet tuaja për përparim janë të shkëlqyera dhe të tjerët ju kushtojnë vëmendje të veçantë në javët në vijim. Gjithashtu, Mërkuri kthehet në drejtim të drejt për drejt sot pas disa javësh lëvizjeje retrograde. Vonesat dhe prishjet në komunikim ose transport mund të kenë qenë më të zakonshme për ju në javët e fundit dhe, ndërsa nuk jeni plotësisht jashtë rrezikut në këtë nivel, po vjen më shumë qartësi. Marrja e vendimeve për udhëtimet, botimet dhe çështjet arsimore bëhet e qartë dhe iniciativat e ngecura tani mund të rifillojnë ose të përshpejtohen. Mund të ketë një ndjenjë të vërtetë për të ecur përpara në ditët në vijim, por tani për tani duhet të korrigjoni gabimet dhe lëshimet e së kaluarës në mënyrë që të pastroni rrugën. Jini pak më të vëmendshëm ndaj komunikimeve, pasi keqkuptimet janë të mundshme me Mërkurin në stacionin e tij. Luani. Dielli lëviz në një aspekt të qetë me shenjën tuaj sot, i dashur Luan, dhe për muajin e ardhshëm, nxit natyrën tuaj më aventureske. Është një kohë për të ushqyer shpirtin tuaj që të rritet, të zgjerohet, të mësojë dhe të kuptojë. Është një periudhë e shkëlqyer për të zgjedhur ose avancuar interesat ose studimet personale. Ju jeni gjithashtu më të aftë të shihni përtej kufive dhe kufizimeve që zakonisht i impononi jetës suaj.
Gjithashtu sot, Merkuri kthehet në drejtim të drejtpërdrejtë pas disa javësh lëvizje retrograde. Ballafaqimi me faktet dhe shifrat mund të mos jetë basti juaj më i mirë sot, ndërsa ndodh tranzicioni, por ndërsa përparoni, ka të ngjarë të fitoni më shumë qartësi. Kjo është veçanërisht rasti me shqetësimet financiare dhe marrëdhëniet e ngushta. Ditët dhe javët në vijim janë të mira për riparimin e problemeve të marrëdhënieve, nëse është e nevojshme, dhe për zbutjen e dilemave të një natyre intime ose financiare. Komunikimet mund të jenë të ndërlikuara gjatë ndërrimit dhe mund të jeni të prirur të flisni për diçka para kohe ose me padurim. Megjithatë, pasi të jeni ambientuar me këtë drejtim të ri, kjo mund të ndihmojë në sqarimin e bllokimeve dhe ngadalësimeve të fundit, si dhe në plotësimin e boshllëqeve. Do të jeni në gjendje të mirë për të negociuar për paratë dhe ndarjen. Virgjëresha. Periudha retrograde e Merkurit mbaron sot, Virgjëresh e dashur, dhe ka të ngjarë të shijoni komunikime të përmirësuara në ditët dhe javët në vijim. Mund të ketë disa konfuzione ndërsa Merkuri ndryshon drejtim sot, kështu që është e rëndësishme të ngadalsoni dhe të sqaroni faktet tuaja. Megjithatë, ndërsa përparoni, çështjet e marrëdhënieve bëhen më të qarta dhe projektet e bllokuara ka të ngjarë të rifillojnë ndërsa informacioni del në dritë që e bën vendimmarrjen më të drejtpërdrejtë. Gjithashtu sot, dielli zhvendoset në shtëpinë tuaj të 8 diellore për një qëndrim një mujor. Ky është një cikël i rëndësishëm për vetanalizë dhe për të fituar një kuptim më të thellë të marrëdhënieve tuaja. Mund të tërhiqeni nga situata dhe aktivitete që ju ndihmojnë të shëroheni, të përmirësoheni, të rriteni dhe të transformoheni. Mund të zhyteni plotësisht në një projekt ose marrëdhënie personale gjatë këtij cikli. Jeni më pak të prirur të hidheni në gjëra të reja. Qëndrimi juaj është një prit dhe shiko në këtë kohë dhe fuqitë tuaja të vëzhgimit rriten ndjeshëm. Tani për tani, shmangni hidhjen shumë shpejt në veprim ose në nënshkrimin e vijës së ndërprerë. Në vend të kësaj, lejoni që informacioni i ri të rrjedhë ngadalë duke marrë kohën tuaj. Peshorja. Dielli fillon tranzitin e tij një mujor në sektorin tuaj të partneritetit sot, i dashur peshore, dhe jeta juaj shoqërore ka të ngjarë të ndriçohet. Ju i ndjeni më lehtë nevojat e të tjerëve, duke e bërë këtë një cikël më të kujdesshëm dhe kompromis. Përpiquni për ndershmëri në marrëdhëniet tuaja dhe për të kuptuar më mirë veten përmes ndërveprimeve tuaja me të tjerët në javët në vijim. Gjithashtu sot, Merkuri kthehet në drejtim të drejtpërdrejtë pas disa javësh lëvizje retrograde. Gjatë ditëve dhe javëve në vijim, jeni gati të merrni vendime që mund të kenë qenë të vështira për të arritur kohët e fundit. Planet dhe projektet ecin përpara, rifillojnë dhe janë më të drejtpërdrejta. Kjo vlen veçanërisht për çështjet e punës dhe shëndetit. Jeni më të qartë se zakonisht në marrëdhëniet tuaja sot gjatë kësaj periudhe tranzicioni. Ka tregues se gjërat po zhbllokohen dhe çelësi është të jeni të duruar edhe pak kohë. Akrepi. Dielli lëviz në sektorin tuaj të shërbimeve sot, i dashur akrep, ku do të ndriçojë dëshirën tuaj për të përmirësuar zakonet, punën dhe shëndetin tuaj gjatë muajit të ardhshëm. Ju jeni më të shkathët dhe të orientuar drejt detajeve gjatë këtij cikli. Ju jeni më të gatshëm të bëni përpjekje personale për të përmirësuar jetën tuaj dhe jeni të adaptueshëm dhe të shpejt për të bërë rregullime. Ndërsa përqendrimi në detajet e jetës suaj është i rëndësishëm tani, keni kujdes që të mos e kufizoni veten shumë në këtë proces. Gjithashtu, Merkuri vjen në një stacion sot pasi ndryshon drejtim nga retrograd në të drejtpërdrejtë. Ndërsa sot mund të jetë pak kaotike, ky ndryshim në drejtim mund të sjellë komunikime të përmirësuara dhe më shumë qartësi në çështjet romantike dhe krijuese në ditët dhe javët në vijim. Jeni pak më vigjilent në ndjekjen e udhëzimeve dhe shprehjen e vetes sot. Në shumë raste, informacione të mëtejshme do të dalin ndërsa përparoni, gjë që çliron energji për të rrjedhur përpara. Shigjetari. Fundi i ciklit retrograd të Merkurit sot mund të tregojë komunikime të përmirësuara me miqt dhe familjen në ditët dhe javët në vijim, i dashur shigjetar. Gjithashtu, po filloni një cikël të ri të diellit që është shumë plotësues. Do të jeni në një gjendje mendore më të qartë dhe më të vendosur. Ndërsa nuk ka gjasa të shihni rezultatet të menjëhershme sot, projektet do të ecin përpara. Mund të ktheheni te bisedat e mëparshme që ishin konfuze ose që nuk çonin askund, këtë herë me më shumë qartësi. Është koha t'i trajtoni problemet nga një këndvështrim i ri. Disa plane që keni bërë së fundmi tani mund të duken më pak të rëndësishme ose as pak të nevojshme, ndërsa të tjerat mund të rifillojnë.
Projektet shtëpiake që u lanë pa u bërë tani mund të përparojnë. Do të ishte e përshtatshme të kurseni energji tani dhe është më mirë të mos nxitoheni për të zbatuar iniciativa të reja. Dielli lëviz në sektorin tuaj të lojës, argëtimit dhe vetëshprehjes dhe do të kaloj një muaj duke nxitur anën tuaj krijuese dhe romantike. Besimi juaj ndërtohet dhe ka një talent unik në çdo gjë që bëni tani. Jeta juaj emocionale është veçanërisht e gjallë. Bricjapi. Dielli lëviz në sektorin tuaj të shtëpisë dhe familjes sot për një qëndrim një mujor, i dashur bricjap. Kjo ju vendos në një gjendje shpirtërore veçanërisht të ngrohtë. Javët e ardhshme janë të forta për të kontaktuar me familjen dhe të dashurit tuaj, si dhe me zemrën tuaj. Gjithashtu sot, Mërkuri përfundon ciklin e tij retrograd dhe gjatë ditëve dhe javëve të ardhshme do të shihni lëvizje përpara në projekte të mëdha, veçanërisht në lidhje me të mësuarit, shkrimin dhe lidhjen. Vështirësitë në transport dhe arsimim do të sqarohen. Sot do të duhet të jeni veçanërisht të ndjeshëm kur bëhet fjalë për zgjedhjen e fjalëve për të shprehur veten. Merrni gjërat ngadalë tani, por përshtatuni me intuitën tuaj, e cila ka mesazhe të rëndësishme për ju. Kthimi i Mërkurit në drejtim është një lajm i mirë, por është një ndryshim që mund të jetë paksa çorientues. Synoni të merreni me detyrat që do të ndihmojnë në sqarimin e vonesave dhe të filloni përparimin. Ujori. Dielli lëviz në sektorin tuaj të komunikimit sot, i dashur ujor, dhe do të ndikojë në këtë zonë të tabelës suaj diellore deri më 19 prill. Ky është një cikël dinamik dhe entuziast. Jeni të interesuar për rezultate të shpejta ose keni shumë projekte të ndryshme në proces njëkohësisht. Jeni kurioz, të interesuar për të tjerët dhe të etur për të mësuar gjëra të reja. Ndërsa kjo është një kohë aktive për të krijuar lidhje, mund të dëshironi të përpiqeni për më shumë vazhdimsi. Një tjetër shenjë që tregon se gjërat po përmirësohen, pas më shumë se 3 javësh lëvizje retrograde, planeti i komunikimit, Mërkuri, fillon lëvizjen e drejtpërdrejtë sot. Problemet e ndërlikuara dhe pavendosmëria ka të ngjarë të sqarohen. Për momentin, ndërsa ky ndryshim po ndodh, keni kujdes të veçantë në ndërveprimet tuaja me të tjerët, duke ditur se më shumë qartësi është afër, veçanërisht në lidhje me çështjet financiare. Disa projekte ose ide mund të anulohen, ndërsa të tjerat rifitojnë vrullin. Së shpejti do të ndiheni më të pajisur për të çuar përpara planet tuaja dhe për të marrë vendime të informuara. Lehtësoni gjërat përpara brenda pak ditësh. Peshqit. Mërkuri kthehet në drejtim të drejtpërdrejtë sot pas më shumë se 3 javësh lëvizje retrograde në shenjën tuaj, të dashur peshq. Ndërsa është një sinjal se problemet e komunikimit do të sqarohen së shpejti, mos prisni që të ndodhë menjëherë. Ngadalë por me siguri, të tjerët do ta kenë më të lehtë t'ju kuptojnë dhe të komunikojnë me ju. Planet që kanë ngecur rifillojnë. Disa nga tensionet që keni ndjer kohët e fundit mund të zhduken ndërsa i shikoni gjërat më qartë. Për momentin, keni kujdes me fjalët që zgjidhni për të shprehur veten. Keqkuptimet janë plotësisht të mundshme pasi Mërkuri, planeti i komunikimit, ndryshon drejtim. Gjithashtu sot, dielli largohet nga shenja juaj dhe hyn në dash. Për muajin e ardhshëm, jeni në një pozicion të mirë për të marrë në dorë paratë dhe sendet tuaja me vlerë. Jeni gjithashtu më të shkathët dhe po i përdorni mirë talentet dhe aftësitë tuaja në këtë cikël njëmujor. Përqendrohuni në ndërtim. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.